Shikues të dashur, përshëndetje. Mirë se po takohemi me rubrikën tonë Talentet. Ndërsa mysafir të emisionit tonë, sot e kemi një futbollist të njohur. Dhe kush është ky futbollist? Është Krenar Hoti. Mirë po, para se të fillojmë bisedën me Krenarin, të ndjekim një material në vazhdim. Si që paralajmërova më parë, Krenari është bashkë me mua. Mirë se erdhe Krenarë në emisionin tonë Talentet. Mirë se ju gjeta. Si po ndjesh? Ndjehem shumë mirë. Ndjesh mirë, më tregove pak para se sa do të zgjasë emisioni, pasi që në ora 13:30 Krenari do të ketë stërvitje, apo jo? Po. Do me thënë je i sakt? Po. Mirë, më tregu prezentohu pak për veten se sa vjeçar je, në cilin shkollë mëson dhe në cilin klub të futbollit je? Unë jam Krenar Hoti, 17 vjeç, luaj si ansor i djathtë dhe mbrojtës i djathtë. Mësoj në gjimnazin Zef Flushmaku. Aktualisht jam pjesë e Akademisë së Rabotničkit, ku çdo ditë punoj fort për të mësuar më shumë. Do me thënë punat e ditë që të shohësh pagazëritë, apo jo. Po ne e dim për këtë se ju trajnoni si shpesh, sa herë në javë trajnoni? 5 herë në javë, pastaj vikend kemi lojë dhe pas lojës kemi pushim. Po në cilën grup moshje, se ato ndahen për grup mosh, do me thënë, si ndahet ajo, nuk i di? Jemi kadeti thirret në gjuhën maqedone. Tani jemi në vendin e 5, mos të gaboj, apo 4, po në kup jemi në semifinale dhe shpresoj që do të arrijmë në finale dhe ta fitojmë. Do ta fitojmë. Mirë, unë kam dëgjuar diçka, nuk e di se është 100% e vërtetë, mirë po Krenarin ne do ta kemi edhe në reprezentacionin e Maqedonisë, apo jo? Po. Më tregu se si u zgjodhe? Po. Dhe kush të pa aty, se me siguri ka shumë njerëz, shumë trajnerë dhe aty tjetë, çka të tësia, nuk ka një oftësi, sporti është sport. Po isha në shkollë dhe treneri më dërgoi një mesazh që isha i ftuar nga reprezentacioni i Maqedonisë, U19, grupo fshat U19. Dhe aty u gëzova se ishte hera parë e ime që më therën për lojë. Para një jave patëm lojë me Slovakinë. Dhe një lojë ishte barast, tjetra humbëm, por
Pjesa më e rëndësishme ishte që unë debutova. Debutova. Të lumt, cili numër e ke? Kam numrin 16. 16? Po. Dhe çfarë simbolizon 16-ci? Nuk e di apo vetëm të karar? Të thënë drejtën, numri nuk luan rol. Nuk luan rol? Nuk luan rol. Po personazhi yt si futbollist çfarë bën ti? Po unë kam pozitën që duhet me vrapu shumë. Dhe para dhe mbrapa. Dhe jam i kënaqur me pozitën time. Je i kënaqur. Po më tregoj emocionin tënd kur jep gol dhe tifozët si janë. Është një kënaqësi është shumë e mirë. E papërshkruar, a? Po. Mirë, ti pak më parë më përmende Slovaki diçka. Më trego përpos trajnimeve dhe që ke marrur pjesë edhe në shtete tjera. Po, kur kam qenë më i vogël, kur kam ushtruar te klube tjera, kam marrë pjesë në disa turneu ndërkombëtare. Kemi qenë në Danimark, ku aty prej 87 shteteve kemi fituar vendin e tretë. Dhe është një sukses. Kemi qenë në Kroaci, kemi qenë dhe në Bosnjë. Mirë Krenar, po shembull, të marrim një komparacion, do me thënë se si është të jesh këtu në vendin tonë si futbollist dhe si është kur je prezantuar. Si janë kushtet për shembull, të marrin shembull në Danimark, ke qenë në moshën shumë të re apo në... Kam qenë 2 herë. 2 herë, në moshën 10 vjeçare apo 19, mos gaboj, dhe në moshën 15 vjeçare, 14. Mirë, më trego se si është këtu për shembull, sa janë kushtet? Ka shumë dallim. Ka shumë dallim. Çka të pëlqen më shumë? Ja, shembull Danimark ose në Slovaki ose në vende tjera. Po për shembull mos pari fushat ishin atje më të mira. Fushat ishin natyrale. Po. Këtu kemi më shumë artificiale dhe... Me bar artificial, nuk... Po, sjell tek lëndimi më lehtë. Vërtet? Po. Këtë nuk e kam ditur, do me thënë fushat edhe luajnë në rol të rëndësishëm. Në qoftë se kanë atë bazën natyrore, gjatë rëshqitjes ose si diçka, ndoshta nuk shkakton shumë lëndime më të vogla, mi po që se është artificiale, atëherë vije deri te lëndimi më i rëndë. Diçka tjetër plus që ka në vende tjera e që ne nuk e kemi këtu, nuk i kemi ato kushte? Është, si ta them, të rive ju japin shans më shumë, mendoj se ju japin më shumë shans të rive, përkushtohen tek të rinjt, tek talentet e ri, i promovojnë, aty nuk shkojnë punë si këtu, këtu shkojnë punë pak më ndryshe, me politikë. Po, ajo është mirë, Krenar, po përpos asaj që më the, ti në cilën moshë, sa vjeçar ke qenë për herë të parë kur ke dalur në fushën e futbollit dhe kur ke filluar me këtë sport? E kam edhe një foto, isha pa i mbushur 5 vjeç. 5 vjeç? Në cilin klub? Nuk e mbaj mend dot, te KF Albarsa. Albarsa, mirë. Pastaj aty isha një kohë gjatë, 7-8 vjet. Pastaj u transferova te klubi Rabotnički dhe aty jam që 5 vite. Që 5 vite? 4 vite, 5. Dhe kalon shumë mirë, apo jo? Po, shumë. Shumë mirë. Mirë, po tani diçka tjetër, ti kthehemi rutinës ditore. Për sportistët ne e dim se ata duhet të ushqehen mirë. Hajde më trego se si është një mëngjes i Krenarit. Kur zgjohet në mëngjes, a bën trajnim, apo pin ndonjë lëng, apo pin ujë, apo çfarë bën Krenari? Po në fillim mëngjes ngrej, pastaj pas 2 orëve bëj trajnim dhe nëse jam në shkollë mbasdite, shkoj në stërvitje në mëngjes. Nëse jam në shkollë paradite, shkoj në stërvitje mbasdite. Është e kundërta. Është e kundërta. Më duket se unë dëgjova diçka dhe është e njëjtë që është ndërlidhur me profesionin tim. Do me thonë 2-3 orë para të dalish në skenë ose të dalish në arenën e fushës së futbollit, nuk duhet të kesh barkun e mbushur. A është e vërtetë? Është e vërtetë. Dhe duhet të pihet ujë sa më shumë. Po, sa më shumë aq më mirë. Për çfarë mendon se duhet të pihet ujë më shumë? Në fillim që mos dehidratohesh apo ndonjë sen.
është mirë që të konsumohet ujë, lëngët sa më shumë që t'i largojmë, aq më mirë është. Gazuese që janë Po, lëngët. gazuese. Vetëm ato natyrale. Ato i kemi ndaluara si futboll. I keni të ndaluara? Po, nuk guxojmë të konsumojmë. Keni të ndaluara, do me thënë, në sport ka edhe disciplinë. Po, në rreth. Hajde më trego të shumë. për kushtim, do me thënë, mirë po edhe guxim, ë? Po, guxim. Të dyja. Të dyja. Hajde për disciplinën të kthehemi pak të sa i respektojmë rregullat këtu për shembull në Maqedoni dhe ti ke parë sa janë të disiplinuar jashtë vendit. Po, a i ke parë atë krahasim, a do të më tregosh në çka, për shembull në çka jashtë është më tepër përkushtohet, në disiplinë, në sjellje? Në sjellje normalisht janë të përkushtuara më shumë sepse ato si ta them. Ato mirë, të kuptoj, për tifozerinë, tifozët, krahasimin e tifozëve këtu dhe atje. Po, është shoqëria shumë e madhe atje, ama edhe sjellja. Edhe sjellja, do me thënë nuk janë aq rebel sikur këtu te ne? Ka dhe atje, ama më shumë. Po ka, unë di edhe disa që janë edhe në Britaninë e Madhe, në Itali, kemi parë ato tifozët të cilët mirë. Po, çfarë bën krenari në kohën e lirë për sportit? Po, në kohën e lirë dal me shokët. Po, me shokët dal më shumë mbas loje. Para loje, kur e kemi vikendit, nëse kemi të shtunën, unë të premte nuk dal, pushoj në shtëpi. Pastaj pas loje dal në kohën e lirë në rrjete sociale më shumë. Desha të të pyes këta, sa kalon, sa kohë, se e kam sikur pyetje për të gjithë talentet tanë. Po, tash është bërë pjesë e jetës, telefoni, dhe kaloj. Po? Kaloj, gjatë. Tifos i cilës ekip? Real Madridi dhe cilët futbollist? Ronaldo. Ronaldo, dihet, edhe unë jam nga Ronaldo, të me thënë. Mirë, më tregoj do me thënë si shoqërohesh në kohën e lirë, çfarë vape madhe e diell. Është mirë se ne u ngrim, do me kishim qef një herë kështu jashtë, tash nxehtë dhe kombinim, po nuk ka lidhje, është mirë emisionet të mbajnë jashtë, sepse ndonjëherë dielli na bie kështu në kup të kokës. Mirë, tesha edhe diçka të pyes, ku mësimet? Paralelisht, si shkon me mësimet, ke kohë? Po, unë tentoj që t'i menaxhoj të kem balans si në futboll ashtu dhe në shkollë, sepse nuk duhet të lënë anash. Po e bëj, mundohem maksimumin të shkolla, që t'i kaloj sa më mirë. Dhe i falenderoj profesorët që të kuptojnë, do me thënë të lëshojnë. Ndonjëherë më lëshojnë më herët se duhet të shkojnë në stërvitje. Kështu që i përshëndesim dhe për mirëkuptimin që këtë talent të ri e kuptojnë mirë, po krenari edhe nuk i lën anash mësimet, unë kam dëgjuar për këtë, është një nxënës shembullor dhe ka një sjellje të ëmbël të mirë. Të gjithë të cilët luajnë në fushën sportive me krenarin, ja kanë lakmin, se ka një edukat dhe një sjellje të posaçme, mund të thuhet. Mirë krenar, ku e sheti veten? A mendon të vazhdosh me këtë sport, apo diku tjetër? Tani futbolli është bërë pjesë e pandashme e jetës time. Ambicet e mia janë shumë të mëdha, dëshiroj dhe ëndroj që të luaj në nivele të larta profesionale, në futbollin evropian. Dhe në cilën tim? Ekip? Realin, po s'ka derdh, vetëm... Po nuk dihet, asnjëherë nuk i dihet. Mund njëherë të shkosh në një shtet, më pas të sheh. Mirë krenar, po një mesazh për të gjithë të rinjt, të gjithë talentet tanë, të gjithë fëmijët, të gjithë shikuesit që e ndjekin këtë rubrikë në televizionin Alsat. Çfarë do të na thotë krenari ne? Kisha dashur më thonë fëmijëve për shembull në moshë të re që janë, që të mirën me sport. Sporti është më së pari është për veten, për shëndetin është shumë mirë. Pastaj shoqërinë e ke më të mirë dhe që të punojnë mos dorëzohen kur. Kjo ishte një mesazh shumë i bukur, domethënë që mos të dorëzohemi,
që të shkojmë pas ëndrave tona, të grabisim më të mirën, të jemi të sjellshëm, të jemi të guximshëm dhe të jemi shembullor, si në shkollë, ashtu edhe në sport e tjera, dhe të prezentohemi në dritë sa më të mirë. Pra, krenar, të faleminderit shumë që ishe mysafir i rubrikës sonë dhe shpresojmë që të shohim në fushat ato ëndrat e tua të realizoshin dhe të shohim në ekipet më të mëdha, europiane, po ndoshta edhe botërore, se shpresoj në ty se je shumë i sjellshëm, shumë i guximshëm dhe e shoh se ato që e flet me ëmbëlsi dhe depërton, sikur qarkon brenda. Faleminderit shumë edhe një herë që ishe. Isha pjesë e këtij edicioni.